Data 9 janar. Zanafilla, kapitulli 9. Pastaj Perëndia bekoi Noeun dhe bijtë e tij dhe u tha atyre: Shofshi frytdhënës, shumëzohuni dhe mbusheni tokën. Dhe frika dhe tmerri juaj do të ushtrohet mbi të gjitha të kafshet e tokës, mbi të gjithë zogjtë e qiellit, mbi gjithçka që lëviz mbi tokë, si dhe mbi të gjithë peshqit e detit. Ata janë lënë në pushtetin tuaj. Çdo gjë që lëviz dhe ka jetë do t'ju shërbej si ushqim. Unë ju jap tërë këto gjëra. Ju jap edhe barin e gjelbër. Por nuk do ta hani mishin me gjallërinë e tij, domethënë me gjakun e tij. Unë do të kërkoj sigurisht llogari për gjakun e jetëve tuaja, dhe këtë do t'ja kërkoj çdo kafshe dhe njeriu. Do t'i kërkoj llogari për jetën e njeriut dorës së çdo vëllait të njeriut. Cili do që derdh gjakun e një njeriu, gjaku i tij do të derdhet nga një njeri, sepse Perëndia e ka krijuar njeriun sipas shëmbëltyrës së tij. Ju pra jini frytdhënës dhe shumëzohuni. Rrituni me të madhe në tokë dhe shumëzohuni në të. Pastaj Perëndia u foli Noeut dhe bijve të tij që ishin bashkë me të, duke thënë: Sa për mua, unë caktoj beslidhjen time me ju dhe me brezin që vjen pas jush, dhe me gjithë gjallësat që janë me ju, zogj, bagti dhe tërë kafshët e tokës që janë me ju, duke filluar nga tërë ata që kanë dalë nga arka dhe deri te tërë kafshët e tokës. Unë e caktoj beslidhjen time me ju. Asnjë lloj mishi nuk do të shfaroset më nga ujërat e përmbytjes dhe nuk do të ketë më përmbytje për të shkatërruar tokën. Pastaj Perëndia tha: Kjo është shenja e beslidhjes që unë përfundoj midis meje dhe jush, me të gjitha shenjat e gjalla që janë me ju, me të gjithë brezat e ardhshëm. Unë e vendos ylberin tim në një re, dhe do të shërbej si shenjë për beslidhjen e përfunduar midis meje dhe tokës. Dhe kur të sjellë re mbi tokën, do të ndodhë që harku të shfaqet në ret. Dhe unë do të kujtohem për beslidhjen time midis meje dhe jush, si dhe me çdo gjallësë të çfarëdo lloj mishi, dhe ujërat nuk do të shndërrohen më në përmbytje për të shkatëruar çfarëdo lloj mishi. Harku pra do të ndodhet në ret, dhe unë do ta shikoj për të kujtuar beslidhjen e përjetshme midis Perëndisë dhe çdo gjallëse të çfarëdo mishi që ndodhet mbi tokë. Dhe Perëndia i tha Noeut: Kjo është shenja e beslidhjes që unë kam caktuar midis meje dhe çfarëdo mishi që është mbi tokë. Dhe bijtë e Noeut që dolën nga arka qenë Semi, Kami dhe Jafeti. Kami është babai i Kanaanit. Këta janë 3 bijtë e Noeut dhe ata populluan tërë tokën. Më vonë Noeu që ishte bujk filloi të mbjell një vresht. Dhe piu verë e u deh dhe u zhvesh në mes të çadrës së tij. Dhe Kami, i ati Kanaanit, pa baban e tij lakurigj dhe vajtit u thot vëllezërve të tij që ndodheshin jashtë. Por Semi dhe Jafeti morën një mantel, e hodhën mbi shpatullat e tyre dhe duke ecur së prapthi, mbuluan lakurigjsinë e babait të tyre. Dhe meqense fytyrat e tyre ishin kthyer nga ana tjetër, ata nuk e pan lakurigjsinë e babait të tyre. Kur Noeu u zgjua nga dehja e tij, mësoi atë që i kishte bërë i biri më i vogël dhe tha: I mallkuar qoft Kanaani. Ai qoft shërbyesi i shërbëtorëve të vëllezërve të tij. Pastaj tha: I bekuar qoft Zoti, Perëndia i Semit, dhe Kanaani të jetë shërbëtori i tij. Perëndia ta rriti Jafetin dhe ky të banojë në çadrat e Semit. Kanaani qoft shërbyesi i tij. Pas përmbytjes, Noeu jetoi 350 vjet. Kështu Noeu jetoi gjithsej 950 vjet. Pastaj vdiq. Zanafilla, kapitulli 10. Këta janë pasardhësit e bijve të Noeut, Semit, Kamit dhe Jafetit. Pas përmbytjes, atyre ju lindën fëmijë. Jafeti pati si bij Gomerin, Magogun, Madajnin,
Javanin, Tubalin, Meshekun dhe Tirasin. Bijtë e Gomeri qenë Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmahu. Bijtë e Javanit qenë Elishami, Tarshishi, Kitimi dhe Dodanimi. Prej tyre rrjedhin popujt e shpërndar në ishujt e kombeve në vendet e tyre të ndryshme, secili sipas gjuhës së vet, sipas familjeve të tyre, kombeve të tyre. Bijtë e Kamit qenë Kushi, Micraimi, Puti dhe Kanaani. Bijtë e Kushi qenë Seba, Havilahu, Sabtahu, Ramahu dhe Sabtekahu. Dhe bijtë e Ramahut qenë Sheba dhe Dedani. Kushit i lindi Nimrodi, që filloi të jetë një njeri i fuqishëm mbi tokë. Ai ishte një gjahtar i fuqishëm para Zotit, prandaj thuhet, si Nimrodi, gjahtar i fuqishëm para Zotit. Dhe fillimi i mbretërimit të tij she Babeli, Ereku, Akadi dhe Kalmehu në vendin e Shinarit. Nga ky vend shkoi në Asiri dhe ndërtoi Niniven, Rehoboth Irin dhe Kalahun. Midis Ninives dhe Kalahut ndërtoi Resenin, që është qyteti i madh. Micraimit i linden Ludimët, Anamitët, Lehabimët, Nuftuhimët, Pathrusimët, Kasluhimët, prej të cilëve dolen Filistejt dhe Kaftorimët. Kanaanit i lindi Sidoni, i parlindur i tij dhe Heti, dhe Gebusejt, Amorejt, Girgasejt, Hivejt, Arkejt, Sinejt, Arvadejt, Cemarejt dhe Hamathejt. Pastaj familjet e Kanaanëve u shpërndan, dhe kufit e Kanaanëve shkuan nga Sidoni në drejtim të Gerarit, deri në Gaza, dhe në drejtim të Sodomës, Gomorës, Admës dhe Cebojmojt, deri në Lesha. Këta janë bijtë e Kamit, sipas familjeve të tyre, sipas gjuhëve të tyre, në vendet e tyre, në kombet e tyre. Edhe Semit, babait të gjithë fëmijëve të Eberit dhe vëllait madhor të Jafetit, i lindën bij. Bijtë e Semit qenë Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami. Bijtë e Aramit qenë Uzi, Huli, Getheri dhe Mashi. Nga Arpakshadi lindi Shelahu dhe nga Shelahu Eberi. Eberit i linden dy bij. Emri i njërit prej tyre ishte Peleg, sepse në ditët e tij toka u nda, dhe emri të vëllait ishte Joktan. Nga Joktani linden Almodadi, Shelefi, Hatsarmavethi dhe Jerahu. Hadorami, Uzali, Diklahu, Obali, Abimaeli, Sheba, Ofiri, Havilahu dhe Jobabi. Tërë këta qenë bijtë e Joktanit, dhe vendbanimi i tyre që mali lindor nga Mesha deri në Sefar. Këta janë bijtë e Semit sipas familjeve të tyre, sipas gjuhëve të tyre, në vendet e tyre, sipas kombeve të tyre. Këto janë familjet e bijve të Noeut, sipas brezave të tyre, në kombet e tyre, dhe prej tyre dolen kombet që u shpërndan në tokë pas përmbytjes. Mateo, kapitulli 9. Dhe pasi hipi në bark, kaloi në bregun tjetër dhe erdhi në qytetin e vet. Dhe ja i sollën një paralitik të shtrirë në vik. Dhe Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha paralitikut: "Merr zemër o bir, mëkatet e tua të janë falur." Dhe ja disa skrib thanë me vete: "Ky po blasfemon." Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, tha: "Pse mendoni gjëra të mbrapshta në zemrat tuaja? Sepse ç'është më e lehtë të thuash: mëkatet e tua të janë falur, apo të thuash: ngrihu dhe ec? Por që ta dini se Biri i Njeriut ka pushtet në tokë të falë mëkatet." "Ngrihu," i tha paralitikut, "merr vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde." Dhe ai u ngrit dhe shkoi në shtëpinë e vet. Por turmat kur e pan këtë u çuditën dhe lëvdonin Perëndin që u kishte dhënë pushtet të tillë njerëzve. Dhe Jezusi, duke shkuar tutje, pa një burr të ulur në dogan, të
të quajtur Mate, dhe i tha: "Ndihmë." Dhe ai u qua dhe e ndoqi. Dhe ndodhi që kur Jezusi po rrinte në tryezë në shtëpi, ja erdhën shumë ta grambledhës dhe mëkatarë dhe u ulën në tryezë bashkë me Jezusin dhe me dishepujt e tij. Dhe farisejt kur e panë këtë u thanë dishepujve të tij: "Pse mësuesi juaj ha me ta grambledhësit dhe me mëkatarët?" Por Jezusi i dëgjoi dhe u tha atyre: "Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Por shkoni dhe mësoni çdo të thotë: Unë dua mëshirë dhe jo flime, sepse unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët në pendim." Atëherë i erdhën dishepujt e Gjonit dhe i thanë: "Pse ne dhe farisejt agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?" Dhe Jezusi u tha atyre: "A mund të mbajnë zi dasmorët, ndërsa dhëndri është midis tyre? Por do të vinë ditë kur do të hiqet dhëndri nga ata dhe atëherë do të agjërojnë. Por askush nuk e vë një copë prej stofit të ri mbi një rrobë të vjetër, sepse kështu arna bie dhe grisja bëhet më keq. Dhe as nuk shtihet vera e re në kacek të vjetër, përndryshe kacekët shpohen dhe vera derdhet dhe kacekët humbin, por shtihet vera e re në kacek të rinj, kështu ruhen të dy." Ndërsa ai u thoshte këto, erdhi një nga krerët, ra përmbys përpara tij dhe i tha: "Sapo më vdiq i me bi, por eja, vëre dorën tënde mbi të dhe ajo do të jetojë." Dhe Jezusi u ngrit dhe e ndoqi bashkë me dishepujt e tij. Dhe ja, një grua e cila vuante prej 12 vjetësh nga një rrjedhje gjaku, ju afrua nga mbrapa dhe i preku palën e rrobës së tij, sepse thoshte me vete: "Po të prek vetëm rrobën e tij do të shërohem." Por Jezusi u kthye, e pa dhe tha: "Merr zemër o bi, besimi yt të shpëtoi." Dhe qënë atë orë, gruaja u shpëtua. Kur Jezusi erdhi në shtëpinë e kryetarit të sinagogës dhe pa fylltarët dhe turmën që zhurmonte, u tha atyre: "Largohuni, sepse vajza nuk ka vdekur, por flet." Dhe ata e përqeshnin. Por kur turmën e nxorën jashtë, ai hyri e zuri për dorë vajzën dhe ajo u ngrit. Dhe fama e kësaj u përhap në mbar atë vend. Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë: "Ki mëshirë për ne, biri i Davidit." Kur erdhi në shtëpi, të verbrit ju afruan dhe Jezusi u tha atyre: "A besoni se unë mund ta bëj këtë gjë?" Ata i thanë: "Po, Zot." Atëherë u apreku syt duke thënë: "U bëft sipas besimit tuaj." Dhe atyre ju hapën syt. Dhe Jezusi ju urdhëroi rreptësisht duke thënë: "Ruhuni se mos e merr vesh njeri." Por ata sapo dolën e përhapën famën e tij në mbar atë vend. Dhe kur ata po dilnin, ja, i paraqitej një burr me mec dhe të demonizuar. Dhe pasi e dëboi demonin, me meci foli dhe turmat u çuditën dhe thanë: "Nuk është parë kurrë një gjë e tillë në Izrael." Por farisejt thoshin: "Ai dëbon demonet me anë të kreut të demonëve." Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në sinagogat e tyre dhe duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngat në popull. Por duke parë turmat, pati dhe mshuri për ta, sepse ishin të lodhur dhe të shpërndar si dele që nuk kanë bari. Atëherë u tha dishepujve të vet: "E korra është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak. Lutjuni pra Zotit të korrave, që të dërgoj punëtor në të korrat e tij." Ezdra, kapitulli 9. Pasi përfunduan këto gjëra, krerët erdhën tek unë duke thënë: "Populli i Izraelit, priftrin dhe levitët, nuk janë ndarë nga popujt e këtyre vendeve për gjërat e neveritshme të Kanaanejve, të Hitejve, të Perezejve, të Gebusejve, të Amonitëve, të Moabitëve, të Egjiptasve dhe të Amorejve. Në fakt ata kanë marrë si bashkëshorte disa nga bijat e tyre për vete dhe për bijtë e tyre, duke përzier kështu fisjen e shenjtë me popujt e këtyre vendeve. Mjerisht gjyqtarët kanë qenë të parët që e kryen këtë mëkat." Kur dëgjova këtë gjë, grisa rrobat dhe mantelin, shkula flokët e kokës dhe mjekrën dhe ula i shtangur. Atëherë tërë ata që dridheshin nga fjalët e Perëndisë së Izraelit
u mblodhën rreth meje për shkak të mëkatit të atyre që ishin kthyer nga robëria, dhe unë mbeta i ulur dhe i shtangur deri në blatimin e mbrëmjes. Në blatimin e mbrëmjes, unë ngrita nga agjërimi, me rrobat dhe mantelin të grisur. Pastaj rash në gjunjë dhe shtriva duart nga Zoti, Perëndia im, dhe thash: "O Perëndia im, unë jam i përshtyelluar dhe më vjen turp të ngre fytyrën time ndaj teje, o Perëndia im, sepse paudhësitë tona janë shumëzuar deri mbi kokën tonë dhe faji ynë ka arritur deri në qiell. Nga ditët e etërve tanë deri në ditën e sotme kemi qenë shumë fajtor, dhe për shkak të paudhësive tona, ne, mbretërit tanë dhe priftrin tanë, u lam në duart e mbretërve të komeve të huaja, nën kanosjen e shpatës, të internimit, të plaçkitjes dhe të turpit, ashtu si po ndodh tani. Por tani Zoti, Perëndia ynë, na ka dhënë hir për një çast të shkurtër, duke na lënë një mbetje dhe duke na dhënë një stre në vendin e tij të shenjtë, dhe kështu Perëndia ynë i ka ndriçuar sytë tanë dhe na ka dhënë një rizim të vogël në skllavërinë tonë. Në të vërtetë ne ishim sklever, megjithatë Perëndia ynë nuk na braktisi në skllavërinë tonë, por na siguroi mirëdashjen e mbretërve të Persisë, duke na rizgjuar për të ngritur përsëri shtëpinë e Perëndisë tonë, duke restauruar rrënojat e saj dhe për të na dhënë një mur mbrojtjeje në Judë dhe Jeruzalem. Por tani, o Perëndia ynë, çfarë do të themi pas kësaj, sepse i kemi braktisur urdhërimet e tua, që na kishe urdhëruar me anë të shërbëtorëve të tu, profetëve, duke thënë: vendin e të cilin po hyni për ta shtënë në dorë është një vend i papastër, për shkak të papastërtisë së popujve të këtyre vendeve, për shkak të gjërave të neveritshme me të cilat e kanë mbushur fund e krye me ndotjet e tyre. Prandaj tani mos u jepni bijat tuaja bijve të tyre, dhe mos merrni bijat e tyre për bijt tuaj. Mos kërkoni kurrë begatinë e tyre, as mirëqenien e tyre, sepse kështu do të bëheni të fortë, do të hani prodhimet më të mira të vendit dhe do t'u alini atë në trashëgimi bijve tuaj për jetë. Por pas gjithë asaj që na rambi krye për shkak të veprimeve tona të këqija dhe të fajeve tona të mëdha, duke qenë se ti, o Perëndia ynë, na dënove më pak nga sa e meritonin fajet tona dhe na le një pikë si kjo, a do të kthehemi përsëri të shkelim urdhërimet e tua dhe të bashkohemi me martesë me popull që kryen këto gjëra të neveritshme? A nuk do të zemërohesh kundër nesh derisa të shkatërroje pa lënë asnjë të mbetur ose të shpëtuar? O Zot, Perëndia i Izraelit, ti je i drejtë, prandaj ne kemi mbetur sot një mbetje njerëzish që kanë shpëtuar. Ja ku jemi para teje me fajin ton, megjithse për shkak të ti asnjë nuk mund të qëndrojë përpara teje. Veprat e Apostujve, kapitulli 9. Por Sauli, duke shfryr ende kërcënime dhe kërdi kundër dishepujve të Zotit, shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjente ndonjë udhëtar të udhës, burra agra, t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Por ndodhi që ndërsa po udhëtonte dhe po i afrohej Damaskut, befas rreth tij të tiu një dritë nga qielli. Dhe si u rrëzua për tokë, dëgjoi një zë që i thoshte: Saul, Saul, përse më përndjek? Dhe ai tha: Kush je, Zot? Dhe Zoti tha: Unë jam Jezusi, që ti e përndjek. Është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave. Dhe ai duke u dridhur dhe i shtangur tha: Zot, çfarë do ti të bëj unë? Dhe Zoti i tha atij: Çohu dhe hyr në qytet, dhe do të thuhet çfarë duhet të bësh. Dhe burrat që udhëtonin me të mbeten pa gojë, sepse dëgjonin zërin, por nuk shikonin njeri. Dhe Sauli u ngrit nga toka, por kur i çeli syt, nuk shihte asnjëri. Atëherë e morën për dorë dhe e quan në Damask. Dhe 3 ditë nuk shihte dhe as hëngri, as piu. Në Damask ishte një dishepull me emrin Anania, dhe Zoti i tha në vegim: Anania, dhe ai u përgjigj: Ja ku jam, Zot. Dhe Zoti i tha: Çohu dhe shko në rrugicën e quajtur e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një nga Tarsi me emër Saul, se ja, ai po lutet dhe ka parë në një vegim një burr me emër Anania që hyri dhe i vuri duart që të shikonte përsëri.
Atëherë Anania u përgjigj: O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri se sa të këqija u ka bërë shenjtorëve të tu në Jeruzalem, dhe këtu ka autoritet nga kryepriftërinjt të lidh të gjithë ata që therrasin emrin tënd. Por Zoti i tha: Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për të mbajtur emrin tim përpara kombeve dhe mbretërve dhe bijve të Izraelit. Sepse unë do t'i tregoj atij se sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim. Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi, dhe duke i vënë duart mbi të tha: Saul, vëlla, Zoti më dërgoi, Jezusi, që të është shfaqur në rrugën nga erdhe, që të shikosh përsëri dhe të mbushesh me frymën e shenjtë. Dhe menjëherë i ra nga sytë si luspa, dhe menjëherë i erdhi drita e syve, dhe si u ngrit, u pagëzua. Dhe mbasi mori ushqim, ai u forcua, dhe Sauli qëndroi disa ditë me dishepujt në Damask, dhe filloi menjëherë të predikojë Krishtin në sinagoga se ai është biri i Perëndis. Dhe të gjithë ata që e dëgjonin çuditeshin dhe thoshin: A nuk është ky ai që në Jeruzalem shkatërroi të gjithë ata që e therrisnin këtë emër dhe ka ardhur këtu me synim që t'i çojë të lidhur tek kryepriftërinjt? Por Sauli forcohej më shumë dhe i hutonte judejnë që banonin Damask, duke u vërtetuar se Jezusi është Krishti. Dhe pasi u mbushën shumë ditë, judejt u këshilluan bashkë që ta vrasin. Por komploti i tyre u mor vesh nga Sauli. Dhe ditë e natë ata ruanin portat e qytetit që ta vrisnin. Atëherë dishepujt e morën natën dhe e zbritën poshtë nga muri në një shport. Si erdhi në Jeruzalem, Sauli u përpoq të bashkohej me dishepujt, por të gjithë kishin frikë nga ai, sepse nuk besonin që ai të ishte dishepull. Atëherë Barnaba e mori dhe e çoi te apostujt, dhe u tregoi se si ai, gjatë udhëtimit, kishte parë Zotin që i kishte folur, dhe si kishte folur në Damask lirshëm në emër të Jezusit. Dhe ishte tek ata duke hyrë duke dalë në Jeruzalem, dhe fliste lirisht në emër të Zotit Jezus. Dhe fliste dhe diskutonte me helenistët, por ata kërkonin ta vrisnin. Por vëllezërit kur e morën vesh, e zbritën në Cezare dhe që andej e dërguan në Tars. Kështu në mbar Juden, në Galile dhe në Samari, kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin. Dhe duke ecur në druajtjen e Zotit dhe në ngushëllimin e frymës së shenjtë, shumoheshin. Por ndodhi që ndërsa Pietri po e përshkonte gjithë vendin, zbriti edhe të shenjtorët që banonin në Lida. Dhe atje gjeti një njeri me emër Enea, i cili prej 8 vjetësh derdhje në shtrat, sepse ishte i paralizuar. Dhe Pietri i tha: Enea, Jezus Krishti të shëron. Çohu dhe ndreq shtratin. Dhe menjëherë u ngrit. Dhe të gjithë banorët e Lidës dhe të Saronit e pan dhe u kthyen te Zoti. Por në Jop ishte një dishepull me emrin Tabitha, që e përkthyer do të thotë gazel. Ajo bënte shumë vepra të mira dhe jepte shumë lëmosh. Por në ato ditë ndodhi që ajo u sëmur dhe vdiq. Dhe pasi e lan e shtrin në dhomën e sipërme. Dhe duke qenë se Lida ishte afër Jopës, dishepujt kur e dëgjuan se Pietri ndodhej atje, dërguan 2 burra tek ai, duke e lutur të vijë tek ata pa vonesë. Atëherë Pietri u ngrit dhe shkoi me ta. Sa po arriti, e ngjitën në dhomën e sipërme. Të gjitha gratë e veja jo afruan duke qarë dhe i treguan tunikat dhe veshjet që kishte bërë gazela kur ishte me to. Por Pietri nxori jashtë të gjithë, u gjunjëzua dhe u lut. Pastaj ju kthye trupit dhe tha: Tabitha, ngrihu. Dhe ajo i hapi syt dhe si pa Pietrin u ngrit ndenjur. Dhe ai i dha dorën dhe e ngriti. Dhe si thirri shenjtorët dhe gratë e veja, u avuri përpara të gjallë. Dhe u mor vesh në mbar Jopën dhe shumë veta besuan në Zotin. Dhe ndodhi që Pietri qëndroi disa ditë në Jopë në shtëpinë e një far Simoni, regjës lëkurash.